në gjykatë kushtetuese këto çështje? Ata kanë me jurista. Është konflikt interesi. Unë jam kandidat që kam me dojnë për deputet. Ti ku më do ty 100 euro, Bobs ta 100 euro, nonës tonë 100 euro, thmis ta 90 euro. Dhe unë jam konflikt interesi se ti ke përfitu. Dhe ti tash i ki një farë detyrimi moral, se s'kem kontrol. Nuk është detyrim. Po aplikoni sot dhe ike. Prandaj unë e partitë opozitare janë shumë dopta. Vendimet qeveritare. Këgjëzës me shkru dhe u dasht me bo kallëzim penal të bashku të gjitha. Ndërmerë bre iniciative, a je avokat. Mësë me njoft rezultatet Ti je avokat. Qka nëse shka 70% me qëtëfarë në shvejit i publik? Apo bjen kjo që opozita po nëse shka 70% i batet dhe deputet shuhet opozita. Prandaj opozita po lejon mushujt vetë po lejon mushujt. Ku shiko faj? Ka faj se po lejon për shkak që të rishfeti publik më ndo. Ka ndonë dhe vetë. As gjipis, jo sot e vërtit. Nuk ka e vërtit, Alin. Nuk ka e vërtit, Alin. Alin, nuk është e vërtit. Alin, nuk është e vërtit. As një qeveri s'ka jep 100 euro shtis të njershme. Kjo është qeveri social-demokrate. Kjo është social-demokrate. Ka ma shumë empati për kategorinë caktume. Qeveri e rrymes, e energetike. Qeveri e majtë. Dhe Amovicit. Jo, mjaftueshme Qeveri majtë. Amovicit është. Ne i pam O e ka bli votën e zëtrime pore tua. Partisë Demokratike. Kjo nuk ka gorë zgjedhore. Unë po që di, na qysh partit politike nuk para lajmërojnë që s'kena me njoft rezultatin zgjedhore. Me qenë se nene 38 i obligon me njoft. Ama që tash munen. Ti nene të shkoj në gjykatë tregoj. Shko tregoj nene në gjykatë. Jo këto. Jo, na me leq funksionojnë